Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, së bashku me kabinetin e tij promovoi rrugën e asfaltuar në lagjen Dardania në Tetovë. Sipas Kasamit, kjo rrugë do të lehtësojë dukshëm qarkullimin e banorëve të kësaj zone. Ai theksoi se përveç asfaltimit, në këtë rrugë janë realizuar investime dhe në rrjetin e ri të kanalizimit, ujësiellësit dhe ndriçimit publik. Duke pasur parasysh faktin që kjo zonë ka qenë lënë bazdore për shumë vite dhe shumë dekada, tani më edhe me këtë rrugë, por edhe me investimet tjera që janë bërë në shtratin e lumit, edhe investimet e rregullimit të pjesës rreth shtratit e lumit, dal nga dal këtë pjesë të qytetit po e transformon në një zonë elitare të qytetit. Me këtë investim që përfshin këtë rrugë me një gjatësi rreth 300 metër dhe me gjerësi rreth 6 metra dhe një investim diku rreth 150.000 euro, kjo zonë e qytetit që shumë afër qendrës dal nga dal po e merr rëndësinë e saj, po e merr peshën e vet dhe dal nga dal po bëhet një zonë qendrore ashtu siç i ka hije. Ndërkohë në Tetovë ka edhe disa rrugë të tjera që presin ndërhyrjen nga komuna. Po ashtu drejt përfundimit janë punimet në rrugën e fshatit Xhepçisht si dhe në rrugën e Reçisës së Madhe, e cila lidhet me pikën e pagesës në autostradën Tetovë-Gostivar.